Përshëndetje dhe mirë se po takohemi të gjithë shikuesve që po na ndjekin në këto momente edhe këtë të diele në televizionin Syrivizion, më saktësisht pikërisht me podcastin Rinia nga ora 18. Jemi edhe këtë javë, jemi edhe sonte së bashku duke sjellur tek ju një tjetër personalitet, një tjetër profesion që më herët nuk e kemi prekur në studion e podcastit Rinia. Përndryshe para se ta prezantojmë të ftuarin, unë dua që t'ju prezantoj pikërisht bashkëprezantuesen time që tash disa javë ndajmë këtë tavolinë së bashku. Orsa Sarcini. Orsa, përshëndetje. Përshëndetje Endi, e patjetër që përshëndetje dhe për të gjithë ju të dashur shikues që jeni besnik çdo të diel në emisionin Rinia, çdo të diel në ora 18, ashtu siç e tha Endi ne tash disa javë, po sjellim këtu në studio të ftuar shumë interesant, të rinj të cilët kanë shumë për të ndarë, janë talent në fusha të caktuara dhe mundohemi të prekim profesione të cilat ne apo pasione të cilat ne nuk i kemi pasur më parë. E kështu këtë javë të pranishëm këtu në studion ton të vogël, por shumë të madhe le të themi në profesione dhe talente të cilat i kemi të ftuar çdo javë. Me ne sot është violinisti Olsi Gjoshi. Olsi, përshëndetje. Përshëndetje Orsa dhe Endi. Së dua t'ju falenderoj për ftesën. Është kënaqësia ime më ardh në emisionin tuaj. Shumë faleminderit. Olsi, përshëndetje dhe faleminderit ty për pranimin e ftesës pra që je sot pjesë e jona. Si çdo të diele tjetër, unë dhe Orsa, kur e hapim intervistën me të ftuarit, pak a shumë dëshirojmë të dimë më shumë në lidhje me fillimet pra të ftuarve, fillimet e karrierës së tyre, fillimet e profesionit të tyre. Po ty, ku të lindi pasioni për violinën? Pasioni për muzikën sidomos për instrumentin e violinës, më ka lidh ç'është moshën 7 vjeçare ku ja kom nis me interpretu në violin. Ka pas shumë faktorë, se unë jam rrit me si çdo shqiptar me muzikë më ase, edhe më ka pëlqy, edhe si dojnë e kam profesor në shkollë muzikës, më ka thonë cili instrument të pëlqen më shumë, unë kom thonë kom qef në violin edhe më ka regjistruar atë. Edhe tash u kam shkon mirë, e du shumë instrumentin. Po besoj që për pos dojes që e ceket i që doja të ka shtyr pak a shumë që të hish rrugës së muzikës, të zgjedhësh një instrument që ti e pëlqen pak më shumë, por po besoj që ka pasur edhe frymëzime të tjera gjatë këtij rrugtimi. Kë cilson ti si tjetër frymëzim që të ka shtyr që të vazhdosh në rrugën e muzikës? Frymëzimi më i madh për mua është muzika shqipe, muzika popullore. Ka pëlqyer gjatë dhe në shkollë ne nuk mësojmë për muzikë popullore, mësojmë për muzikën klasike. Edhe cila muzikë klasike është muzikë botërore, me famë shumë të madhe dhe shumë e bukur, po mu për vetëm ka flet zemra më shumë të muzika popullore. Edhe si më thon për çat lami hi, në shkollë mësojmë notat edhe intervalet e gjëra tjera, ku çato nota ne më i përdor për muzikën popullore. Edhe që më ka shtimu për mi nis rrugtimin ta me violin. Olsi, ti e ceke në përgjigje që ke edhe angazhimin e shkollës. Ke angazhimin e shkollës dhe i ri në moshë, po besoj që ke edhe shumë aktivitetet të tjera jashtë shkollës, jashtë pasionit që ke për violinën, po sa orë në ditë apo sa minuta në ditë ushtron violinën? Pyetje shumë e vanta, ashtu nuk është që kam një orë të caktune, në ditë na shta kam disponim më shumë më ushtru, një ditë frymëzona më shumë, një ditë më pak, po e kam si mesatar mi këqyr për ditë një 2 orë gjys 3. 2 orë gjys 3, mjafton. Mjafton. Tek cilat vepra je më shumë i fokusuar? Tek veprat klasike a këto popullore që the që i ke pasur frymëzim? Unë për vetim jam i frymëzuar më shumë për muzikës popullore. Këngët e Shqipnisë mesme, këngët e Elbasanit, Korçare, po më shumë për Shqipnisë mesme. Ku ne edhe në shkollë i luajmë edhe veprat klasike, si Beethoven, Bach e tjera, po i luajmë të gjitha. Olsi, na të kemi pati në për rrjetet sociale, në për platformat të ndryshme digjitale, në për video të ndryshme, po ashtu që i ke publiku në rrjetin tënd social, që ke qenë pjesë e eventeve të shumta, pra koncerteve të shumta, po ashtu aktiviteteve të shumta në përgjithësi, po a mundesh me na tregu pak nga prapaskenat, pak nga ato që ndoshta ne nuk i shohim në rrjetet sociale në video, sa të merr komo bogati, po ashtu ku merr pjesë në cilat qytete më shumë etj etj. Tash të prapaskena ndodhen sa më interesante. Ku të tradhton instrumenti, mundet me të këput në i tel, ose mundet mu bo dishka jashtë skenarit që su përgatit. Po tash të i duhet me ditë mu nëzirë, me ditë mi pas sendet rezerva. Nëse ne këngëtar për shembull ku kina pas rast, kam thonë nuk përmbështatet që ka akord, duhet me ditë mi ndrum, mi qitë një akord
tjetër, për shembull mja ul pa kongën, e ka probleme të ndryshme, ku gjithmonë mi o ik, si me thonë mi bo ma të mirën. Po gjithsesi duket se ja del një mrekullueshëm të jeni pastaj gati në skenë. Vërtet. E Olsi, ne falëm për frymëzimet, i thëtë që është muzika popullore dhe të pëlqen të luash pak a shumë muzikën popullore dhe këngë të tjera, patjetër që edhe klasike, sepse i keni pjesë të repertuarit edhe këngëve të cilat ju i mësoni në shkollë. Por kur jemi tek kompozitorët, a e keti ndonjë kompozitor që e veçon më shumë, veprat e të cilëve i pëlqen t'i luash më shumë? Po, kompozitor shqiptar ka shumë. Për klasike kam Bahin, më pëlqen shumë Johann Sebastian Bach. Dua shumë, për popullore kam Isof Mezyrin, cilët këngët e tij më pëlqejnë shumë. Ka disa këngë Shqipërisë mesme. Nuk po du mi cek me emra, po ka shumë këngë që mu më flejnë mi interpretu. Olsi, po mendoj që si çdo profesionist tjetër në profesione të ndryshme, në karrierën e tyre të suksesshme, apo dhe fillestare, kam pas momente që ndoshta nuk janë ndjetë sigurt, pra nuk janë ndjetë sigurt në lidhje me karrierën që po e ndjekin. A ke pas ti ndonjë moment të tillë? A ke pas ti ndonjë moment ku ndoshta ke menduar të heqësh dorë? Normal, këto janë si faza, si me thonë, fazat profesionit, kur ka ndonjë fazë, ku me thonë, kur merrsha mira violinës, isha s'u ka më nxerrët mirë, për shembull ndonjë notë ose një këngë, nuk disha me interpretu, normal se më ka shku mendja me lom, po shqyqër që kom vazhdu dhe tashti, po. Je ku je. Me sukseset tua. Në rregull, Olsi, një tjetër pyetje që kam për ty, që më intereson shumë e ditë, është që ti tash po merresh me muzikën, pra ke një pasion të tillë, po a mendon ta studiosh më tej? Për fakultet, unë jam në dilemë mes muzikës edhe juridikit, kur familjarët e mi kam në drejtimin e juridikut, edhe mu ka shku mendja mi jase lamis. Por me smilon violinë nana shkor. Mu marrë me koncerte, me senat bukra për muzikën. Po pak më shumë nga violina apo nga juridiku? Ma shumë të në zemrat e violina, normal. Ta shojmë, nuk i dhjetë, ndoshta ke dhe pak kohë të mendosh dhe të zgjedhësh se cilën pjesë të shiron. Ti përmende koncertet. Kur jemi te koncertet, po besoj që ka edhe gara, edhe sfida të ndryshme, të cilat ti merr pjesë. Si e ke menaxhuar pjesën e garave të ndryshme nëse ke qenë pjesë e tyre dhe ajo pjesa e stresit, pjesa e skenës, juria përpara? Normal, ju më shku në gara në moshën 11 vjeçare, ka pas gara ku është një emocion i veçantë. Tash ti sado që e ke studiuar vepër, zakonisht në gara luan dy pjesë. Tash ti si më thonë, merresh me ato dy pjesë që 2-3 muaj, po prapë ku do me dalë para jurist, ka pa emocioni. Sado që e ke provoj, apo sado që i ketë përgatit në normal, ai emocioni nuk më ngon kurrë. Olsi, po du më ndalë tek pjesa e familjes, tek pjesa e mbështetësve. Pa dyshim, familja është roli kyç në, dhe më thonë, mbështetjen e karrierës së çdo njeriu. A ke pas ti mbështetjen e familjes? Normal, po s'ta kesha mbështetjen e familjes, kujte do kesha, po kanë ndihmu shumë, sidomos print, kanë shty më ka thonë bëne çta, më kanë folë edhe për muzikë. Ndoshta nuk janë në ngjarje fort, nuk dinë shumë, po më kanë shty përpara gjithë. Ka thonë majë në koncert, bëne shkon gara, merr pjesë, më kanë shty shumë. Ke pas pra mbështetjen maksimale nga familja? Gjithashtu. Olsi, folëm, po ndërlidhemi pak a shumë tek pjesa e violinës, tek pjesa e koncerteve të ndryshme, kompozitorëve dhe veprave të ndryshme të cilat i luan. Por ti si violinist ke kaluar në për shumë vepra të ndryshme të cilat i ke luajtur me violinën tënde. Por a e ke ndonjërin prej vepër specifikisht që ti akoma e mban mend edhe të pëlqen jashtëzakonisht shumë, është më e preferuara jote? Ka shumë vepra klasike që kom luajtur, ka shumë këngë popullore, po kam një këngë, një vallë në fakt, popullore për zemër, të cilin e kom incizu edhe në studio dhe ja kom bashkangjit videoklipin, është Vallja e Firmës Marikave, cilin e kom interpretu dhe kom pas qef mes me vetë veç të onë, po me dalë edhe të publiku. Me mujtë mi pa, e kom në YouTube, e kom postu dhe ka jesë shumë mirë. Kom si për qef. Atëherë, Olsi, e ceke edhe pjesën e YouTube-s, e ceke pjesën e aktiviteteve, e ceke pjesën e koncerteve. Unë orë po du m'ja bo Olsit një pyetje shqiptarësie, kështu të temi ma drejt për drejt. Si qëndrojnë fitimet Olsi në muzikë? Fitimet në muzikë nuk janë edhe ku mi ditë sa të larta,
Po nuk ka dhe keq, nuk ka mangu që dojmë në gjavon. A mund ta lësh muzikën si profesion të parë, apo vetëm si pasion, vetëm si hobi? Milon muzikën si prioritet është pak problem. Është pak problem. Nëse krymë fakultetin, normal është pak ma letë se merë edhe rrogën edhe punon edhe punë tjerë në përdarsma, në përsene, po unë mendoj se është pak problem. Nuk ka mbështetje duhur për muzikën në Kosovë. Në Kosovë, po në shtetet e tjera? Shtetet e tjera normal që ka, si për shembull në Vjenë, ku shumë muzikantë të Gjakovës kanë shku, kanë studiu në Vjenë, kanë studiu në Gjermani, ku edhe kam shumë shokë që dojnë me shku me studiu në Gjermani, se është, si me thonë, mbështetja ma madhe, është studimi shumë ma kualitativ se sa këto. A sheti vetën ndoshta nëse nuk dëshiron të vazhdosh juridikun, për dëshiron të qëndrosh me violinën, a sheti vetën të shkosh jashtë diku tjetër për ta studiuar duke parë se mundësitë i ofrojnë më të mira? Për ta studiuar zbesoj, por ka koncerte që kam organizuar edhe jashtë Kosovës, vende të ndryshme, ku edhe kam luajtur në Turqi koncerte në vende të ndryshme, në Shqipni për dijet e vende të ndryshme, po besoj që dojmë me dalë edhe pak ma shumë. E si ka qenë kjo përvoja të jesh jashtë shtetit dhe të luar? Çfarë momenti për ty, çfarë ndjesie? Është një emocion i veçantë ku, për shembull, kur kom interpretuar në Turqi, edhe tash si më thonë publik 200-300 vet më ndëgju këngën shqipe, është një emocion shumë i veçantë për mua, po emocion më të mirë s'ka se me performu në vendin tonë, ku ta din tamam çka ka domethënë në violinë. Atëherë, Olsi ceki disa nga anë pozitive të karrierës së tij, po du mos me ilononash as ato ndoshta që kanë qenë sfiduse. A ki pas paragjykime, a i paragjyku nga komentuesit apo nga të afërmit apo ku ta di nga shoqëria, nga dikush? Normal, tash edhe anë negative s'mungojnë kur, po ka më pak se sa anë pozitive. Ka edhe anë negative ku thojnë që përmendën ti të ardhurat. Mes shka muzikë se s'ka forte, s'ka si me thonë perspektivë të madhe, po unë apet që kom dëgjua dhe kom pas qef mi vazhdu pasionin tim me violinën. Po a e ndiku nga këto komente? Shumë ndiku fare. Shumë mirë, është mirë të dëgjosh kur nuk ndikosh, sidomos kur është diçka për aspektin pozitiv, sepse patjetër nëse është një punë pak më negative dhe që të duhet ndihma e të tjerëve, të duan këshillat e të tjerëve, patjetër që duhet të ndikosh për të qenë më mirë personalisht. Por Olsi tek veprat e koncertet të ndryshme, ti apo pëlqen të luash më shumë solo apo në orkestër? Edhe solo është mirë, po mu më pëlqen më shumë orkestër. Kur ke për shembull një gitar, një fisharmonik, me drumsa që gjezi, ta mushin, si më thonë, ta mushin muzikën. Solo jem, si më thonë, me i kufizun, nuk është si ku t'jem orkestër. Më orkestër është shumë diçka ma veçante, diçka ma bukur. Nëse jo në violinë, në çfarë instrumenti tjetër do të mund të isha? Isha në jazz, ku më flenë shumë në zemër ritmi, ku ju më konë në dilemë mes violinit dhe perkusioneve, po të shpisë ma shumë kanë ndiku për ka violina dhe po edhe jazzin e kom si për zemër, e du ritmin. Ku ta ndëgjë ritmin e më flenë shpirti shumë në ta. Atëherë, Olsi, ti e ceke që ndoshta në orkestër është ma mirë, po ashtu të kemi pas që ke pas bashkëpunime të ndryshme edhe me grupin Erlindja. Si ka qenë ajo eksperiencë për ty? Si është të jesh pjesë e grupit të tyre? Është një eksperiencë shumë e mirë ku kemi lujt koncerte të ndryshme, mramje të ndryshme, jemi konë shumë të angazhun, që përmenda parës Turqin, jemi konë në Turqin në Skisherë me grupin Erlindja, ku kemi kalu shumë mirë. Jemi konë 200-300 vetë publik edhe duar trokitet e bojnë vetën, ka pas emocionet mira, ta. Edhe tashti rrugët jo mboj ashtot edhe unë kam vendos me dalë me një fush tjetër, muzikës. Me një fush tjetër të muzikës, po sa ka qenë vështirë me ndru? Nuk ka qenë edhe që vështirë se muzika popullore është si me thonë që aty, po normal, jënë kohën ato vështirësit e veta, normal. Po besoj që se cila rrugi ka vështirësit e veta dhe çfarë do që të zgjedhim në jetë, është mirë të zgjedhim ato që preferojmë ne personalisht ta bëjmë edhe aty ku ne ndihemi më mirë. Tashmë se ti e shën më shumë veten nga muzika klasike, apo jo? Jo, ne shoh veten më shumë nga muzika e popullore, si më thonë, ma e gjallë, ma ritmike. Unë shënimin tim e kam me dalë në përdarsma, ku për këtë sezon është shumë mirë për mu, ku marrë dasma ndryshme, në treva ndryshme, Tetov, në Shqipni, në
kemi koncerte, tash në maj kom një koncert në Tiranë, me grupe të ndryshme, ku është, si me thonë, popullore është pak më ritmike. Po. Ku e kom bo në atë zgjedhjen time. E të dasmat ku jemi, cilat këngë i preferojnë pak më shumë? Do shta prej atyre që i kemi të njohur atë gjithë? Po, tash të ndarshma, janë, si me thonë, dy opcione që shkon një violinist. Edhe instrumente tjera, po më shumë violinist. Ka që shkon me orkestër, me muzikë popullore, me muzikë me ritmike, po tash të u bo edhe si trend, po e lipin shumë koktelin. Edhe pritin e Mustaferve, edhe kur po prej tortja, në përdarsma, e kanë kërku shumë. Ku unë tash ja kom nisë me punu me këto të dyja. Edhe si me thonë pjesën klasike darsmes, edhe në pjesën popullore. A i preferojnë më shumë këngët shqiptare, për shembull tek pjesa klasike, këngët shqiptare apo të huajat? Më shumë këngë shqiptare. Janë këngë shumë bukra, që janë si me thonë si klasike, që luan në përdarsme, janë këngë Martesa, Jon, Lule, Bore, këto janë si me thonë superhite që kur s'harrohen, kur s'vdesin. Atëherë po besoj që prapa Olsi Gjoshi që ndrojnë edhe njerëz ndoshta pak më të rritur, pak më të mëdhenj që edhe të ndihmojnë. Pra ke ndoshta një menaxhment apo disa njerëz që të ndihmojnë të shkosh deri në Turqi apo kudo në çfarë do lloj vendi. Kush janë ata? Kush qëndron prapa Olsi Gjoshi? Normal familja, po si më thon pjesën e menaxhimit e menaxhej vet. Menaxhej vet rrjetet sociale, menaxhej vet kalendarin e dasmave, po nëse ka ne udhtim pak më të lartë, normal që më ndihmojnë familja. Po du më ndarë dhe po du më të pyjtë nëse ke pas ndonjë ofertë, nëse ke pas ndonjë ftesë që e ke refuzu dhe nëse po pse? Kom pas shumë oferta që i kom refuzu për arsyet mia personale, po kom pas oferta për zhanre të ndryshme. Për zhanër, si me thonë, më zbavec, me këngë anglisht, si me thonë, me jazz, me muzikë jazz. Zhanre të ndryshme, po ku mu së më ka flet zemra dhe i kom refuzu. Kom pas qef mu fokusu nga ana tjetër muzikës. Olsi tashmë ti ke shumë kohë që luan violin. Ke vazhduar edhe shkollën e mesme në violin. Edhe ka nga ata që neve po na shohin në këto momente edhe që kanë dëshirë ndoshta të vazhdojnë violinën, por që janë në mëdyshje për këtë instrument, le të themi. A e keti ndonjë mesazh ose ndonjë këshill që kishe pas dëshirë që ta ndash me ata që dhe ata të frymëzohen edhe të vazhdojnë me instrumentin e violinës? Unë kisha thonë gjithë më fokusu jo vetëm në instrumentin e violinës, por në gjithë muzikën, sepse muzika është shumë e bukur, shumë e gjonë. Ku jemi me një kohë që fëmijët s'po dojnë, si me thonë, shumë muzikën, po një kisha sugjeru gjithë që mu fut në muzikë, mi rojë çfarë do instrumenti, s'ka rëndësi violina, apo çfarë do instrumenti, piano, kontrabas, po vetëm më interesu sa ma shumë në muzikë. Se sidomos Gjakova ka qenë gjithë djepi kulturës për muzikë. Atëherë Olsi, ti qëndron tek pjesa muzikës, dhe unë nuk muj me të shupa ta bëj një pyetje në lidhje me investimet. Ti e dha një këshill, le të themi kështu, tek bashkëpunëtorët e tu apo edhe tek dikush më i madh që ka dëshirë ta vazhdoj muzikën, po si qëndrojnë investimet në muzikë? A duhet të investosh shumë? Sepse kam pa intervista të ndryshme të artistëve të ndryshëm që i kanë cek pra edhe shifrat e jashtëzakonshme që kanë investuar në muzikë që ndoshta edhe nuk e kanë marrë mbrapsht atë që kanë dhënë. Çto është, si më thonë, një pi problemeve kryesore ku muzika lip shumë investime. Se gjithë, si me thonë, del një diçka re, tash violin met, po dalin, si me thonë, detajet vogla, si me thonë, del një violin elektrike, del, tash ti e kam bo dhe, jo vonë, por e kam bo dhe violinin me 5 tela, ku tash ti, si me thonë, çdo risi që del shtyn për mi ble, edhe ku normal ti ki qef me të një instrumenti më smirti. Ka investimet në dhaja, ka, do më thonë, gjithë del çdo gjë më re. Duhet të jenë gati, pra. Duhet të jenë gati. Dhe nëse bën këto investime, a kthehet pas, a paguhet kjo pjesë? Sepse ti po investon publiku, a e kthen ato në të njëjtën formë? Normal. Ku ndëgjohet violina me kualitet, normal që edhe publiku ka dëshirë dhe kthehen, çdo mirë kthehen mbrapsht. Atëherë Olsi, për fund, nëse ke edhe ndonjë, le të themi këshill, ndonjë falënderim dikujt apo çfarë do lloj mesazhi me ja dhuru dikujt, pra ose publikut ose dikujt më të afërm, lirësht shfrytëzoj momentin. Unë kam një mesazh që e thash edhe pares, ku të rrit më fut sa më shumë në muzikë dhe në art. Se ka interesim, po jo më jaftueshëm. Unë kisha thonë mujmë edhe më shumë. Pra do të ketë më shumë interesim. Edhe më shumë.
Atëherë, faleminderit shumë për praninë tënde sot në studion e podcastit Rinia. Ishte kënaqësi të kemi, ishte kënaqësi ta kemi një tjetër profesionist të muzikës, më saktësisht të instrumentit violinës. Falënderimi shkon edhe bashkëprezantuesit Arsa Saracini, Arsa faleminderit edhe ty, por mbi të gjitha faleminderit atyre që na ndoqën edhe sonte, atyre që janë besnik çdo javë me emisionin ton, e mbi të gjitha edhe me kanalin e televizionit Syrivizion. Ne do të takohemi sërish javën tjetër. Deri javën tjetër, paqifat. Gjithë të mirat, mirëmbëjtje.